Territori shqiptar për datën 27 mars 2025 parashikohet të përshkohet në një moti pa qëndrueshëm. Sipas të dhënave meteorologjike, territori shqiptar pritet të ketë një ditë me vranësira dhe rreshje shiu. Temperatura minimale parashikohet të jetë 3 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale pritet të arrijë deri në 17 gradë Celsius. Era pritet të fryjë nga jugperëndimi me një shpejtësi maksimale e cila do të arrijë deri në 15 metra për sekond, çka do të krijojë dallgëzime nga 2 deri në 4 ballë, ndërsa temperaturat minimale dhe maksimale për disa nga qytetet kryesore të Shqipërisë do të jenë si vijojnë: Shkodër 10 deri në 15 gradë Celsius, Kukës 8 deri në 12 gradë, Peshkopi 6 deri në 10 gradë Celsius, Tiranë 10 deri në 16 gradë, Durrës 10 deri në 14 gradë Celsius, Kavaj 10 deri në 15 gradë, Elbasan 8 deri në 17 gradë Celsius, Berat 9 deri në 16 gradë, Korç 3 deri në 9 gradë, Vlorë 9 deri në 15 gradë Celsius, Gjirokastër 5 deri në 10 gradë, Sarandë 11 deri në 14 gradë Celsius,